i bëri gestit. Ajo thjesht flet dhe mendon që të jetë mirë vetë, është emocionalisht vetë mirë. Ajo për të tjerët jo shumë e vret mendjen. Kur e kuptoi Xheneta se ky kishte një pëlqim shumë të vërtet ndaj saj, ishte vonë për të. Dhe me të vërtet e ka vrarë shpirtërisht, emocionalisht e ka prekur gestin, edhe psikologjikisht pse jo. Deri diku, përsëri. A mund të rikthehet sërish historia mes të dyve, pra mes gestit edhe Xhenetës në bazë së këtij të fundit nga Big Brother? Në rast se Xheneta i shkon nga mbrapa, mund të kenë ndoshta një bashkëbisedim mes njëri tjetrit, por që të kthehet një histori që ta shikojmë në ekrane që janë dy të shpallur si dy të dashuruar apo si dy të që dalin me njëri tjetrin apo që kanë simpati për njëri tjetrin, unë mendoj se do ta refuzoje totalisht Gjesti. Dhe jo Xheneta, pavarësisht çfarë thot Xheneta, unë mendoj se ndoshta Gjesti kur dalje jashtë do të ketë ngacmime për të folur, për të arritur, për të komunikuar ose për t'i dhënë një shpjegim që nuk ka se për çfarë t'i japje shpjegim Gjesti, por unë domethënë mendoj gjithmonë që Gjesti do ta refuzojë Xhenetën, sepse e meriton ta ketë një refuzim të atill, kur një njeri ty të ul me fjalë nga më të ndyrta, me fjalë nga më të pahishme, me fjalë që nuk janë të hishme as të etikës, as të gjuhës shqiptare që ti dëgjoja as i rritur as i vogël, nuk mendoj se tek ai njeri ke se për çfarë të kthehesh ti. Edhe nëse ka dashuri në botës për ty, dashuria është, e mendoj gjithmonë, është në plan të dytë. Plani i parë është respekti në gjuhën e komunikimit dhe në gjuhën e veprimit që ty të jep ai person. E qartë. Ndërkaq Manjola, mendon se po e përdor Xheneta tashmë emrin e Gjestit për të tërhequr vëmendje? Patjetër, e ka përdorur që në fillim që pas daljes së formatit të Kosovës, edhe kur e shikoi Xheneta se kishte një popularitet shikueshmërie, Gjesti kishte domethënë shumë vëmendje të edicionit, sidomos e mori vëmendjen e edicionit kur u fut tek formati jon shqiptar, kishte edhe tek formati tjetër i Kosovës, por këtu sikur ju dha një hov por mirë Gjestit, edhe mendoj se patjetër që e ka përdorur, po e përdor dhe mendoj se do ta përdorje përsëri edhe pas të mbyllet formati, me varet me çfarë mund të nxjerrë Xheneta, vetëm për të arritur që të ketë shikueshmëri dhe ajo dhe të bëhet edhe më e njohur se sa u bën në krahët e Gjestit, sepse të gjithë dolën nga formati por nuk morën një hov të shikueshmërisë sikur e mori Xheneta në krahët e Gjestit dhe në veprimet apo duke përdorur emrin e tij. Mirë, Manjola, për të mbyllur sepse jemi në fund, ka si e ke parë Rozanën si finalisten e parë dhe kush mendon se do të jenë finalistët e tjerë? Unë më ka ardhur shumë mirë për Rozanën, me të vërtet ka luftuar për të qenë aty ku është, edhe pse mendoja se finalisti i parë do të ishte Gjesti, pavarësisht se renditja finalistëve nuk ka shumë rëndësi se kush është i pari, i dyti apo i treti. Rëndësi ka kush e fiton. Por me të vërtet mes Gertës edhe Rozanës, unë isha e kënaqshme domethënë që doli Rozana, sepse Rozana ka luftuar me dinamika të ndryshme, ka luftuar dhe me dinamikën e lojës, ka luftuar dhe me dinamikën e duke paraqitur ndjenjat njerëzore, karakteristikat njerëzore, madje duke ju gjendur shpesh herë dhe banorëve aty që ishin në atë shtëpi, duke ju gjendur pranë, duke i shoqëruar edhe me fjalë pozitive, duke i shoqëruar edhe me praninë e saj, pavarësisht se si ja kanë kthyer, sepse shumë nga banorët edhe pranshmërinë e saj dhe kuptimshmërinë e saj ja kanë kthyer domethënë në mënyrë negative, por përsëri Rozanën domethënë e vlerësoj, duke qenë se e kam shikuar në këtë program, e kam vlerësuar si karakteristikë, si femër që ka paraqitur dhe ka dhënë këtu. Por nuk ka harruar dhe lojën, nuk ka harruar dhe dinamikat, nuk ka harruar përsëri të përdorë dhe fjala ashtu siç i kanë përdorur të gjithë banorët. Dhe unë mendoj se Rozana ka merituar, por fitoren e meriton Gjesti. E qartë. Mirë, Manjola, kemi arritur në fund. Falenderoj shumë për gjitha informacionet. Ju falenderoj. Faleminderit ty. Faleminderit. Ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues për vëmendjen. Bashkëhemi sërish nesër me tjera tema.